Bullizmi vion të mbetet një fenomen shqetësues që prek fëmijët dhe të rinjt në shkolla dhe komunitet për të sensibilizuar opinionin publik dhe për të nxitur reagimin kundër kësaj dukurie. Një grup nxënësish të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Gjirokastrës kanë sjellë në Libohov shfaqjen teatrore thuajo bullizmit, duke përcjell mesazhe të forta për parandalimin dhe luftimin e këtij fenomeni. Si kaluat fundjavën? Shumë mirë. Fenomeni real dhe shqetësues i bullizmit që është përhapur gjerësisht në shkolla dhe komunitet, aktualisht kërkon një angazhim më të madh të shoqërisë shqiptare për të kapërcyer fjalimet moralizuese dhe për të kaluar nga fazat e ndërgjegjësimit në masa dhe veprime konkrete parandaluese. Në këtë kuadër, një grup nxënësish nga Gjirokastra të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme kanë vendosur në skenë qytetin e Libohovës shfaqjen thuajo bullizmit. Ky aktivitet ka qenë një eksperiencë e re, ndonse një dramatizim i shkurtër, plot emocion, përsëri na ka dhënë atë mirësinë dhe afrimitetin me njëri tjetrin, duke na dhënë gjithashtu edhe një mesazh. Roli mësueses ishte një rol i përshtatshëm për mua, le të themi, por edhe që e ndjej si edhe pak më e madhe e grupit, mendoj se më përshtatet më shumë nga të gjithë. Ky aktivitet është një aktivitet i cili ka në fokus bullizmin, një fenomen i cili këto kohët e fundit është shtuar shumë. Dhe ne u munduam të organizonim një mini pjesë teatrale me disa nxënës të shkollave të ndryshme për të sensibilizuar sadopak nxënësit, qytetarët, këdo mësuesët, këdo në komunitetin tonë. Angel Seriani, drejtuesi i këtij projekti, thotë se fenomeni i bullizmit në këtë rajon konsiderohet nga stafet psikosociale si një problem real në shtrirje dhe rritje të vazhdueshme, jo vetëm mes fëmijëve dhe adoleshentëve, por edhe në familje dhe në mosha më të rritura. Është një grup nxënësish të cilët kanë përgatitur një shfaqje teatrore lëvizse që kalon në disa qendra banimi në shkolla edhe që titullohet ti themi jo bullizmit, dhe është një pjesë teatrore e përgatitur nga vetë ata, e vënë në skenë nga ky grup të rinj dhe si thua janë pjesë e një aktiviteti më të madh që përfshin edhe workshope, përfshin edhe open day, ditë të hapura për të luftuar bullizmin, për të sensibilizuar opinionin dhe për të përfshirë të gjithë aktorët, siç janë shkolla, prindrit, policia. Parandalimi kulturës së bullizmit në shkolla dhe në komunitet ka nisur organizimin e disa veprimtarive të llojit workshop, open day, teatr lëvizjes të rinjve me pjesëmarrjen e stafeve psikosociale e të tjerë.